Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e ka dënuar lëvizjen vetëvendosje për shkak se në një tubim të tyre në Vushtrri, më 31 maj 2026, u përfshi një vajzë 10 vjeçare. Subjektit politik lëvizja vetëvendosje për shkak të pjesëmarrjes së fëmijëve në fushatë zgjedhore i shqiptohet dënimi me gjup në lartësi prej 5.100 euro. Gjatë tubimit, vajza e mitur u ngjit në skenë ku ishte kryetari i partisë, Albin Kurti. Albin Baba! Albin Baba! PZAP-i i konstatoi se kjo është shkelje e rregullave zgjedhore. Sipas rregullores, asnjë parti politike nuk lejohet të angazhojë fëmijë në moshën 15 vjeçare në fushat. Lëvizja vetëvendosje u mbroj duke thënë se nuk e kishin ftuar ose organizuar ata pjesëmarrjen e vajzës, por paneli e hodhi poshtë këtë pretendim. Sipas tyre, si organizator të tubimit, ata kishin detyrë të mos lejonin që një fëmijë të përfshihej në këtë mënyrë. Deri më tani, lëvizja vetëvendosje dhe zotëri Kurti nuk kanë kërkuar falje për këtë rast, i cili ka shkaktuar shumë reagime në opinionin publik. Shënjestër.net